Përshëndetje. I ftuari i radhës është një emër që shumë i njohur në politikën shqiptare. Ai është prezent prej vitesh në fakt mes nesh. Bëhet fjalë për ish presidentin e Republikës, zotin Bamir Topi. Zoti president, shumë faleminderit për këtë bisedë. Kënaqësi. Do ta nisim këtë bisedë me një foto, të cilën unë ju ftoj ta shohim në këto momente, edhe dua mendimin tuaj në lidhje me të. Qendra e Tiranës, qendra e vjetër e Tiranës. Kjo është xhamia diku te kushtari i panjohur, që nuk ekziston më, rruga 28 Ndori, aty ku kryqëzohet me rrugën George Bush, që vjen nga parlamenti drejt rrugës Barikadeve. Tani unë si një njeri që ka lindur dhe ka kaluar 50 vite në qendër Tiranës, sigurisht që e njoh mirë qendrën e vjetër Tiranës, funksionet e saj, objektet. Kam kujtime pafund. Këtë objekt unë nuk e kam arritur. Kam qenë sepse ky objekt është shembur menjëherë mbas luftës dytë botërore. Por ambientet e tjera, kjo rruga 28 Ndori, ku i vetmi objekt që ka mbetur është ai pallati i vjetër i Kacelve, s'ka mbetur gjë tjetër. A ju ndodh shpesh, zoti Topi, të ecni nëpër Tiranë dhe t'ju marr malli, t'ju mungojnë rrugica, shtëpi, lagje të ndryshme, të cilat në fëmirin tuaj, siç thatë, kanë qenë prezente dhe i keni shkelur? Unë nuk jam tip nostalgjik, por e vlerësoj nostalgjinë. Sepse nostalgjia është pjesë e historisë. Tu nuk bëhet fjalë për të qenë nostalgjik për gjëra pa vlerë. Të kap nostalgjia për monumente që janë pjesë e historisë Tiranës, historia urbane e cilës fillon në fillim shekullin e 17. Por ajo që më vret më shumë është mungesa totale e kujdesit për të identifikuar dhe për të konservuar historinë. Këtu ka një dëshirë të jashtëzakonshme për të hequr çdo lloj objekti, pa vlerësuar se çfarë është, për të ndërtuar edhe vetëm për të ndërtuar. Dhe kjo ka sjell jo thjesht një ndryshim fizik të qytetit, por një ndryshim dhe një shkatërrim dramatik të historisë Tiranës. Çfarë, nëse do të evidentoni një objekt, apo një lagje, apo një dyqan, apo një rrugicë, cila do të ishte ajo që ju mungon më shumë nga Tirana e vjetër? Shiko, ata që kanë jetuar për më tepër, kjo përkon me vitet e mia të rinisë, është padyshim rruga e Dibrës. Rruga e Barikadeve, dikur rruga mbretërore, sepse nuk po flas për pjesën e qendrës dhe të bulevardit, sepse ato janë aty ndonse funksioni tyre ka ndryshuar shumë. Rruga Dibrës ishte rruga më e gjallë e Tiranës. Dyqanet që ishin aty, kemi parasysh që ishte kohë e komunizmit dhe kishte një varfëri të infrastrukturës së shërbimeve. Megjithatë rruga e Dibrës kishte koncentruar gjithçka, rruga Barikadeve gjithashtu. Aty ishte historia. Unë aty kaloja së paku 4 herë në ditë, sepse shtëpia ime ka qenë dhe ende është shtëpia e vjetër tek rruga Barikadeve. Kështu që për çdo dalje në qendër, për çdo nevojë për të blerë diçka, mapa e madhe e Tiranës ishte gati 80-90 metra nga shtëpia ime. Kështu ishte edhe një lloj divertimenti që fillonte nga vitet e fëmijërisë. Kur binte shi, unë e mbaj mend shumë mirë, ambienti më i mirë për ne ishte të luanim tek mapa e madhe e Tiranës. Që do thotë që unë atë zonë aty e kujtoj me nostalgji. Po, si ishte fryma komuniteti? Si ishte në atë kohë, president? Komuniteti ishte komunitet. Sot nuk është më komunitet.
Sot vërtet jetojnë shumë njerëz, por nuk janë në komunitet. Secili është në punën e tij, ka ndërtuar atë mbretërinë e tij në thojza, por më shumë sa termi mbretëri mund t'i shkojë termi principat e tij. Secili është në principatin e tij. Që do thotë, hyn, del, mungon komunikimi përgjithsisht. Kjo është një frustrim i përgjithshëm. Ndërsa në atë kohë njerëzit dilnin, kujdeseshin për mjedisin e tyre, pastronin, kishte higienë, kishte komunikim, fëmijët ishin bashkë, nuk kishte pikë rëndësie nëse i takonin komuniteteve të ndryshme fetare, festat që kishte dikush ishin edhe festat të tjerëve. Ne kishim njëri tjetrin kishim si vëllezër, ne ndanim gjithçka bashkë. Në një libër që unë kam shkruar për Tiranë, ne kam konsideruar të rrugicën ku ne dilnim luanim, dhe kur i kthejmë sot, sepse është sërisht një pjesë, por si ka mundësi që e gjithë bota jonë ishte përqendruar aty, dukesh, dhe unë e kam titulluar një rrugicë e vogël e madhe sa një univers. E gjithë jeta jonë ishte atje. Pra, marrëdhënie njerëzore, fëmijët sot rrinë me celular, rrinë të izoluar, në atë kohë ishim gjithë bashkë, ndanim informacion, ndanim të gjithë lojrat të asaj kohe, dhe në fund fare, ne në darkë, kur mblidheshim në shtëpitë tona, ishim të gëzuar, të qetë dhe në pritshmëri për të ardhur dita tjetër, o për të shkuar në shkollë, o për të ndarë së bashku ditë të pushimeve. E vërtet. Mirë, President, meqense folet pak për rinin, tani dua t'ju çoj fiks tek vitet tuaja të rinisë dhe tek ai vend ku ju keni shpenzuar shumë, po themi, bëhet fjalë për gjimnazin Sami Frashëri, ku ju keni kaluar shumë vite. Sot ai është rindërtuar mbas tërmetit të vitit 2019. Cilat janë ndjesitë tuaja nga gjimnazi? Cilat kanë qenë kujtimet tuaja më të bukura nga gjimnazi Sami Frashëri? Tani jemi mësuar nga shumë njerëz që prononcojnë që vitet gjimnazit janë vitet më të bukura, lidhet në patjetër me rinin, patjetër kishte impenjime shumë të forta, sepse në përfundim gjimnazit do merrje rezultatin për të përshkuar në universitet, apo jo? Por në gjimnaz ishte një periudhë që përkoi me dy momente shumë interesante të jetës politike të Shqipërisë. Me liberalizmin e vitit 71-72 dhe një pjesë të vitit 73 dhe me atë lloj konservatorizmi që erdhi mbas plenumit të tretë Komitetit Qendror, që e futi Shqipërinë në errësirë totale. Në atë periudhë, edhe sinjalet e rajt që hynin në Shqipëri u prenë, dhe aty kemi kuptuar atë diferencë se ndodhi brenda një kohë shumë shkurtër, dhe aty kuptuam shumë mirë që ishin futur në një izolim të plotë. Kështu që gjimnazi, nga pikpamja e ndjeshmërisë emocioneve, ka këto dy pjesë. Një liberalizëm, një liri e rreme, e cila do pritesh mes, dhe pastaj një izolim total. Por kjo është kompensuar me moshën pastaj. Mosha, jo mësimet, jo sporti, muzika. Këto ishin element komplementar për të përmbushur atë izolimin që e kapi Shqipërinë, Tiranën dhe gjithë Shqipërinë. Nëse do të vini tekstin, ose do të kujtonit një moment të caktuar në gjimnaz, çfarë ju ka mbetur në ato kohë, përveç kujtimeve në tërësi edhe asaj shijes së Mbaj mend një moment të hidhur, kur para se të dënoj grupi i ushtrisë, me në krye ish-ministrin e mbrojtjes Beqir Balluku, na kanë mbledhur të gjithëve së bashku në klasë, pra çdo klasë kishte atë komunikimin e vet, me drejtuesit e shkollës dhe një të deleguar nga Komiteti i Partisë Tiranës. Dhe aty është kërkuar mendimi i gjithë secilit
se cili do t'ishte fati i Beqir Ballukut. Pra, bën një gjyq dhe një intimidim kolektiv, duke ushtruar një presion psikologjik të gjithë dhe padyshim ai është momenti, ka edhe momente të tjera, padyshim, por ky është momenti që unë e mbaj mend nga gjimnazi si një jehon e asaj situatet errët ku hyri Shqipëria në vitin 73. Presidencisht ishe student, ishe një i ri në regjimin komunist. Shiko, ne përgjithsisht çfarë ka lidhje me atë regjim ne kritikojmë. Po nuk duhet jetë kështu. Sepse sot kemi një mundësi për të bërë vlerësimin, krahasimin. Nëse flitet për arsimin, nuk mund të diskutohet që arsimi në atë kohë ka qenë serioz, njerëzit kanë qenë jashtëzakonisht të motivuar, kishte një komunikim midis prindërve, shkollës dhe një respekt dhe një rol edukata ishte në plan të parë, komunikimi formal, mirëmëngjes, mirëmbroma, pra ishte një gjë që dilte natyralisht nga çdo njeri. Pastaj serioziteti në shkollë dhe aktivitetet ishin të gjitha brenda asaj kornizës së edukimit, por duke e krahasuar me kohën e sotme, unë nuk mund të vesh shenjë barazimi. Pra, nuk do thotë që vjen një kohë moderne edhe ti do të edukohesh në mënyrë moderne dhe të shëndosh dhe serioze, jo, kjo këtu nuk po ndodh. Dhe është një nga ato fatkeqësitë kur njeriu në retrospektiv vlerëson më shumë se sa aktualitetin. Përveç arsimit, raporti me lirinë, me të drejtat. Atëherë çështja e lirisë ka qenë tepër kufizuar. Pra, në rast unë folja për arsimin, për sa i përket lirisë, sot kemi një liri me teprim. Ndërsa atëherë nuk ekzistonte liria. Njeriu edhe për dëgjuar një këngë italiane do të ulte radion mirë kur shkonte në shtëpi, sepse nuk i di asnjëherë. Ose kur merrja atë radion e dorës në plazh, do ishe shumë i kujdesshëm. Gati do mbaje radion e dorës këtu. Pra, çështja e lirisë është çështje tjetër. Problemi është që kur je në mungesë lirie, ti mundosh ta kompensosh. E kompenson. Duke pasur aktivitete sportive, kam fjalën gjithmonë për atë kohë, për rinin. Pastaj komunikime me miqtë e ngushtë, ndarje informacioni për muzikën, për artin, por edhe për politikën. S'ta ka munguar kjo gjë. Bëj dhe në atë kohë politikë. Absolutisht, dhe me miqtë e besimit. Po miqtë e besimit nuk mund të ishin më shumë se 2. Ky i dyti është me një lloj rezerve. 2 janë shumë, gjysmë janë pak. Kështu që është kompensuar. Shkon në për stadiume, në ato aktivitete ne nuk e kemi ndjerë këtë punë. Dilnim në ato shëtitjet e gjata. Pra kjo ishte jeta e Tiranës. Mirë, kalojmë në një foto tjetër, zoti president. Nëse do t'i referohemi Tiranës së vjetër, 15 katësh ishte pikë referimi, si ndërtesa më e lartë në Tiranë, kam idenë. Po sot që Tirana është rrethuar, së më saktë sheshi është rrethuar nga kulla të larta, çfarë përshtypje, çfarë mendimi je? Shikoj me kujdes atë fotografi. Ku është muzeu kombëtar, këtu djathtas poshtë, bile pak më mbrapa, pa hyrë tek rruga Durrësit. Aty ka qenë xhamia e Karapicëve. Ajo xhami është shprishur në vitin 1928 në kohën e Zogut, për t'i dhënë jetë ndërtimit të qendrës administrative të Tiranës. Dhe xhamia e Karapicëve ishte xhamia e stërgjyshit tim, sepse unë nonën e kam nga familja Karapici. Përfitojnë tani çfarë dhimbje kam unë, ku epicendra e Tiranës, bile në arshiv ju mund ta gjeni shumë kollaj, në Google e gjeni xhamin, se ka një fotografi të vitit 1924. Është epicendra e Tiranës.
Dhe ne praktikisht jemi jashtë loje përsa i përket historisë së pronës në atë zonë. Çfarë mund të them unë aty? Megjithatë po dal nga interesat personale dhe po bëj një arsyetim, një gjykim ç'a ndodh. Këtu, edhe sikur të thoja që ose erdhi koha dhe do ndërtohet, problemi pyetja është ku është historia e shkruar dhe ku është ai muzeu që mbart në vete historinë e këtij qyteti që po shfrytëzohet barbarisht. Nuk ka një histori të një qyteti në botë që të jetë paralel me historinë tonë. Unë kam parë, sigurisht kam lëvizur shumë, kam parë shumë, edhe do t'i marrë 2-3 qytete që përngjasojnë, po thënë. Jo, nuk përngjasojnë, po them çështja se si e percepton Pekini. Pekini është një qytet mbi 20 milion banor. Është bërë gjithçka e re, kuptohet, me rrugë, me ndërtime. Por ato qytetin e vjetër, qytetin ndaluar që i thonë në do, apo pallati i Dimrit, ato se kanë prekur. Pazari i vjetër i Pekinit nuk është prekur. Historia e tyre është në muze. Qa mund të ndodhte dhe Romën në rast se Fori Imperiali, që është në qendër të Romës, të quheshin si rrënoj dhe të ngreshin pallate, po ti ke Athinën. Shko, po ta shohësh Athinën nga lart, të shohësh që ndërtesat janë harmonike me njëra tjetrën, jo kështu. Pra këtu edhe në kuptimin e zhvillimit funksional qytetit, por edhe nga pikpamja estetike, këtu nuk ka harmoni. Edhe kjo tregon që gjithçka, sipas mendimit tim, sigurisht, nuk është bërë mbi bazën e mendimit të specialistëve, por është bërë mbi bazën e vendimeve të një njeriu. Kuptoni ç'do thotë një njeri që merr një laps, merr një letër dhe dizenjon qytetin e brezave, duke shkatëruar qytetin e disa brezave të tjerë. Kjo shumë e rëndë. Atëherë, pyetja ime do ishte kjo. Historia ku është? Dhe e dyta ku janë rrugët? Sepse të projektosh një qytet mbi 1 milion banor, mbi infrastrukturën e një qyteti 50.000 banor, do të thotë që ti jo vetëm që nuk ja ke idenë e kësaj historie, kërko vetëm ato interesat e qendrës Tiranës dhe nuk mendon se çfarë do të vijë mbrapa. Futun Tiranë, je i bllokuar në çdo moment. Dhe për të kuptuar se sa e bllokuar është Tirana në brendësi, mjafton të shohësh rezultatin e Unazës së re të Tiranës. Njeriu kur futet në Unaz, mund të përshkojë një segment, 1 kilometër jashtëzakonisht shpejt, dhe kur vje koha për të dalë, ti nuk del dot. Miqtë e mi fillimisht kanë qeshur kur unë ja kam thonë. Pastaj e kuptuan që vërtet ishte ashtu. I thash, përpara se të merret një urbanist, një arkitekt, një qytetar që e njeh mirë, merrni një kardiolog. Se kardiologu e di shumë mirë se çdo të thotë se si funksionon sistemi i qarkullimit të gjakut. Keni parasysh juve që kur kanë probleme me ngushtime nga kolesteroli që thonë o stent o bypass, pra hapet. Po se zgjidh kjo problem. Pra kardiologu do t'i thonte, një listojzave, do i thonte, do projektonte qytetin e të ardhmes. Ndërsa këtu ndërtoj një rrugë, mendoj që këtu po zgjidhe problemin, në fakt e ke ngarkesën më të madhe. Në fund të rrugës. Një paradoks. Zoti president, kalojmë pak më mbrapa po themi në kohën e ardhjes së demokracisë. Ku ju gjetin juve ndryshimet që ndodhen në Shqipëri? Edhe ardhja pluralizmit politik. Në Tiranë. Si u afruat ju me Partinë Demokratike? Edhe dua të risjell tani në vëmendje parlamentin e parë pluralist. Unë në kuadër një projekti kulturor shkencor midis Italisë dhe Shqipërisë,
Në atë kohë punoja në institut shkencor, pata fatin që të bëj doktoraturën në Itali. Dhe unë u ktheva në Shqipëri në momentin kur të gjithë përgatishin për etik, që një kthim i vullnetshëm jemi. I vetëdijshëm në atë kohë? Absolutisht i vetëdijshëm. Dhe siguroj që oferta ishte maksimale për të qëndruar në atë kohë. S'kishte të tjera ishte. Dhe jo vetëm kam qenë Tiranë, jo vetëm kam qenë në komunikime qysh në momentet e para, por kam pasur edhe oferta të cilat në një farë mënyrë, në mënyrë shumë elegante i kam te i kaluar, sepse do doja që të përmbyllja njëherë karrierën akademike. Dhe kjo që arsyeja që unë nuk u përfshiva në politikë zyrtarisht me njëherë, por në 96-ën, mbasi në vitin 95, unë mora titullin profesor. Aty e konsiderova një gjë të konsoliduar, të mbyllur. Të mbyllur edhe për një arsye tjetër, sepse niveli i njohurive që unë mora në gjatë doktoraturës ishte pamundur të aplikohesh në mundësitë që kishim ne. Kështu që në 96-ën unë u futa në politikë. Vendosë të bashkohesh me Partisë Demokratike. Pa aty kam qenë nga fillimi, nuk është se unë kisha një vendimarrje të çastit. Ishte natyrshme që për programin që kishte, për premtimet që kishte dhe për shtresat që mbështesnin, unë do isha aty. Pjesë e Partisë Demokratike. Zoti President, po të bëjmë një vlerësim të parlamentit që po shohim në foto të vitit 91, po edhe disa parlamenteve pasarse dhe të një parlamenti që kemi sot me djegje karrikësh edhe nuk e di, po referohem vetëm djegjes karrikeve, nuk po ndalim edhe të diskursi politik i tyre dhe të niveli dhe performanca e deputetëve. Cili do t'ishte ai? Shiko, gjithmonë ka një krahasim, po në këtë rast nuk ka fare krahasim. S'ka fare krahasim, ja, nuk ka fare krahasim. Ishte një parlament që kishte njerëz të njohur, të fushave të ndryshme të veprimtarisë jetësore, kishte profesor, kishte intelektual, dhe që nevoja e politikës për t'i tërhequr ata në parlament. Ndërsa sot ka një nevojë të individëve të partive për të pasur rreth vetes njerëzit e llogores, njerëzit besnik, nuk ka lidhje fare me njëra tjetrën. Pra, nëse ajo ishte në kohë shumë të vështira brenda misionit që ka politika për t'i shërbyer ëndrave dhe idealeve që kishin dhe nevojave të vendit, sot nevojat që ka vendi janë kthyer në interesat të individëve dhe kjo është e konfirmuar. Kalojmë në një foto tjetër. Dhe është një foto e vitit? 2007. Kur ju jeni zgjedhur president. Ky është momenti kur është numëruar vota e 85, 84 duheshin, se duheshin 35-tat, dhe nga ky moment unë konsiderosh ai zgjedhur president i Shqipërisë. Është ai moment gëzimi atje, moment i paharrueshëm sigurisht, emocional. Ka shumë për thonë, po emisioni ka kohën e vetë. Si ka qenë presidenca juaj, zoti Topi? Presidenca ka qenë jashtëzakonisht aktive. Juve po më pyetni mua, sepse të gjithë e kanë mundësinë ta vlerësojnë nga pikpamja dhe nga këndvështrimet e tyre. Ka qenë një presidencë tepër aktive, deri në shkurtin e vitit 2008 është folur pa fund në zyrën time dhe në për takime ndërkombëtare për Kosovën. Madje edhe mbas pavarësisë Kosovës diskutohet shumë për Kosovën. Sepse nuk ishte thjesht pavarësia, por mënyra e sjelljes së faktorit shqiptar në rajon. Dhe të gjithë ishin të interesuar dhe të preokupuar në një farë mënyrë. Dhe pastaj një moment tjetër shumë i rëndësishëm që
përfshijnë institucionet e shtetit, por edhe presidencën ishte antarësim Shqipërisë NATO. Marrja e ftesës në prill të 2008-s dhe antarësimin në prill të 2009-s. Që të thotë nga 2007 a 2009 ishin 2 vite jashtëzakonisht intensive. Pa marrë parasysh pasaj dhe aktivitetet të tjera. A është të vështirë të jesh mbi palët në Shqipëri, zoti president, aq më tepër kur vjen nga një forcë politike, votosh nga një forcë politike, sepse gjithmonë pritshmëria është që duhet i shërbesh kësaj force politike që të ka zgjedhur? Unë mendoj që ka vështirësitë e veta, por është e realizueshme. Pra ka të bëjë me ty. Por në Shqipëri konsiderohet sakrilegj. Në rast se ti mban një qëndrim brenda një debati politik, me i herë dikush do të mërzitet, sepse duket sikur ti meran. Por unë kam pas një parim që e kam darë me vetën time, nuk ka rëndësi çfarë thonë të tjerët. Unë mendoj që ti je kryetar shteti, nuk je kryetar qeverie. Si je kryetar partie, dhe qëllimi është që të ruash fizionominë, seriozitetin e shtetit, aty ku kanë garanci të gjithë. Se të një qeveri nuk kanë garanci të gjithë. Është qeveria e shumicës. Ndërsa demokracia, rregullin e ka që politika ndërtoi institucione dhe institucioni sovranit ndërtoi shtet. Kur këta edhe kryetarin e shtetit kërkojnë ta bëjnë militant të partisë tyre, këtu merret vesh a niveli politik ka. Unë këtë se kam lejuar asnjëherë. A ka kompetenca kryetari i shtetit për të qenë arbitër, të themi, dhe për të mbrojtur interesat e qytetarëve? Mbas 2008-s, me ndryshimet kushtetuese, këto i hoqën bilbilin të paktën që fryn presidenti. Pra e bën institucion e presidenti e bën shumë të thyshëm, sepse gjithçka varet tek partitë dhe sidomos tek majoranca. Në rast se ti në një shenjë ekstreme të refuzimit të politikës mund të jepi edhe dorëheqjen, ato e kishin shumë të thjeshtë pastaj. E zgjidhin me njëherë me 71 vota, me një mazhorancë thjeshtë. Po, në raundin e 4 dhe të 5. Nuk ka rëndësi, vjen, i konsumojnë raundet shumë shpejt, brenda ditës, i pari, dyti, treti, vjen i 4. Po, e vërtet. Dhe sot ne nuk kemi më një republikë parlamentare, por mosh një republikë kryeministrore. Sepse boll atë që thot kryeministri diku, ajo përkthehet në një vendimarrje të mazhorancës në parlament. Do thot parlamenti është zëri i jehoni kryeministrit. Ndërkohë që duhet ishte që parlamenti të monitoronte punën e kryeministrit. Kështu që nga kjo pikpamje institucionet janë rrudhur, kanë humbur peshën e tyre, dhe nga kjo pikpamje... Ka të bëjë kjo vetëm me kuadrin ligjor, mendoni ju, apo ka të bëjë edhe me individin, atë që thatë ju pak më larg? Shiko, individët ndryshon kuadrin ligjor. Kuadri ligjor pastaj krijon një seri reaksionesh dhe në fund fare krijohet një psikozë kolektive që gjërat duhet të funksionojnë kështu. Se nuk e shans të funksionosh ashtyre. Më folë pak për parlamentin, zoti president, dhe për diskutime që bëhen aty, që thatë janë më shumë jehone e fjalëve të kryeministrit. Nëse do të bëni një vlerësim për debatin parlamentar aktualisht, cili do t'ishte ai? 0? 0. Fatkeqësisht nuk jam absolutist, por nuk shoh debat. Më thujti, në rast se debati konsiderohet debat kur nxjerrin librin e shtëpisë me njëri tjetrin, çfarë debati është? Ju thot gjë kjo foto, zoti president? Sigurisht që është jehon e atyre perifrazimeve që unë ju bëra pak më parë. Është dera e një force politike? Në rast se dhuna verbale në parlament funksionon, sikur si u thash,
tek militantët përkthehet në dhunë fizike. Dhe kur njerëzit shkojnë dhe dhunojnë selinë e tyre, atëherë ky quhet një lloj autodestruksioni dhe i ngjan disa patologjive të rënda nervore kur njerëzit kafshojnë mishin e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe nuk ata janë fatkeqi, nuk asnjë prej atyre nuk mund gjykohet. Por inspiruesit e kësaj dhune janë ata të cilit historia do vi momenti do i gjykoj shumë keq. Zoti President, në vitin 2013 ju formuat një formacion të ri politik, Frymën e Re Demokratike, e cila pavarësisht votave që mori nuk hyri dot në parlament. Pse është kaq e vështirë që forcat e reja politike në Shqipëri të bëhen pjesë e parlamentit dhe të sjellin një frym tjetër apo një qasje tjetër politike? Shumë e thjeshtë. Jo vetëm ligji, por këta kanë ingranazhe që kanë komisionet bipartiake të kontrollit votës, të cilët në mënyrë permanente vjedhin. Këta vjedhin influencën, këta vjedhin vullnetin e njerëzve që kanë votuar një parti dhe një individ. Këta vjedhin në grup së bashku dhe nuk është asgjë vjedhja e vlerave monetare se ç'është vjedhja e vullnetit të popullit për të ndërtuar institucionin sovran. Dhe këtu ka filluar kapitullimi i shumë politikëve në Shqipëri, sepse ti merr votat, ty të vjedhin, dhe për këtë gjanë kohën të gjithë. Çfarë mund të themun për këtë? Kur themi që janë bashkë, njerëzit se kuptojnë, po se janë bashkë, sepse ato përplasmen e te, janë bashkë sepse kanë ndërtuar sistemin në mënyrë të tillë, kanë ndërtuar ligjin zgjedhor dhe janë bashkë në kontrollin e votës. A mendoni ju se njerëzit veprojnë ose mos saktë reagojnë sa duhet në raport me të gjitha këto që ju po thoni, apo keni vërejtur dhe ju një tulatje të shoqërisë? Kjo është shumë e gjatë historia. Historia është shumë e gjatë dhe këtu futem në teoritë shkencore të imunitetit. Si fitohet imuniteti dhe si shkatërrohen forcat imunitare. Për të rënë shkurt, i gjithë ky sistem që është ndërtuar për të shkatërruar forcat imunitare. Kuptoj. Në mënyrë që të mos ketë revolt, ke revolt o s'ke revolt? S'ka, nga asnjë lloj kategorie. Edhe kur ka revolt që vjen në mënyrë natyrale, vjen dhe infekton me herë politika. Mbani mend edhe lëvizjen e studentëve, po. Që ka qenë një lëvizje origjinale që po trondiste realisht themelet e pushtetit. Shkoi politika nëpërmjet faktorëve të tretë politik që e kanalizojnë në interes të mazhorancës. Ne jemi një vend i vogël. Interesat janë të ditura. Vend i vogël dhe një pjesë e njerëzve sigurisht janë zhgënjur, një pjesë kanë hikur. Një pjesë e ndjen nevojën e revoltës, por e kanë parë që nuk sensibilizon askënd. Kjo ngjan asaj revoltës të atij shpërndjekur politik Lerak Beku. E mbani mend apo që dogji veten? Diku këtu afër te komuna e Parisit. E mbani mend që kishte zero sensibilitet shoqëror, që një njeri i burgosur politik një akt, po. Kërkon diçka. Kërkon atë që i ka premtuar politika dhe se ka marrë, atëherë si akt ekstrem final i jep fund vetes dhe askush nuk ishte ndjeshmëri. Pra, do thoya që krimi më i madh që ka bërë politika në këtë vend është ulja e ndjeshmërisë njerëzore. President, kalojmë te kjo foto. Po. Është një pemë? E di se kam qenë fizikist aty. Ky është Ulliri
i Kretës. Po nuk është arsyeja ulliri Kretës që ne e thollëm në këtë bisedë. Dhe më futën një temë që jam pasionat. Unë kisha lexuar në internet që grekët e konsideronin këtë ullirin më të vjetër në botë. Si që janë grekët i kanë atë sensin e mitologjisë për të qenë mitik, për ta bërë ne jemi të parët këtu. Dhe gjatë një vizite në Kretë, mbasi pash 2-3 gjëra interesante që lidheshin me atë pallatin e parë të njerëzimit. Po. Për gjithçka këta janë të parët. Unë bëra një kërkesë që tingëlloje e çuditshme për ta. Ata më thanë, çfarë dëshiron të shohësh? I thash, dua të shkoj në Ana Vuv, kështu quhet, se po e kujtoj te Ana Vuv. Ana Vuv, po Ana Vuv është shumë larg ne me dëshirë, po për ju e kemi. Ana Vuv ishte nga Iraklis, ishte gati sa është distanca midis Tiranës edhe Igumenicës. Kaq larg, përtej Sarandës. Po, përtej Sarandës, më shumë se 400 kilometrë, mos gaboj. Për Tiranën të shi që ne do të shkonim, do të shikonim dhe do këtheshim. Shkuohet edhe po shikonim që në fshat nuk ishte ulli të vjetër. Shikonim ulli të ri, përgjithsisht. Kur arritëm ta identifikonim, ishte pikërisht ky ulli, një ulli shumë i bukur. Dhe ndoshta ato janë habitur, po ne kemi marrë metrin, kemi bërë matjen e trungut të perimetrit, bëm gjithë matjet, dhe pastaj aty kam dhënë një intervistë që e kam mbajtur intervistë të natyrës private. I thash në atë intervistë, ky ulli natyrisht është shumë i vjetër, është shumë i bukur, por është i vogël krahasimisht me së paku 40 ekzemplarë që kemi ne në Shqipëri. Një prej cilëve në mos gaboj është në oborrin tuaj? Unë kam 3, por... Që janë 3000 vjeçar, apo? Por që janë me simas vlerësimeve që kanë bërë profesorët, jo çfarë mendoj unë. Vlerësimeve janë rreth 3000 vjeçar. Por realisht ky është një ulli prallor, është një bukurie fantastike. Por ulliri tregon jetën e shoqërisë në një kohë. Dhe siç kanë jetuar në Greqi, kanë jetuar këtu në Iliri, vetëm në Tujan, ku janë vendbanimet e para. Iliri ka ekzemplar që mund të jenë edhe 4000 vjeçar. Që do thotë që ne dalim tek biseda parë, ne nuk vlerësojmë historinë. Ne vlerësojmë ullirin të ndërtojmë një plantacion për t'i marrë, për t'i vjel, ndërkohë që kjo tregon edhe një moment tjetër, është një muzeum i gjallë. Zoti President, kalojmë në një pjesë tjetër të kësaj interviste dhe e cila është fokusuar tek libri. Cilet janë ata tituj, përveç prodhimtarisë tuaj letrare, cilet janë ata tituj, ato libra të cilët kanë ndikuar në jetën tuaj, në formimin tuaj, po ju kanë lënë bresa, të cilat i riktheheni herë mbas here apo ju kanë shtyrë të merrni një vendim në një moment të caktuar? S'është një libër, janë disa libra, por unë do mundohem ta koncentroj. Një libër që lidhet me adoleshencën, dhe që më vjen gjithmonë parasysh është një libër një autori hungarez, Djemtë e rrugës Pal, që besoj që mund të jetë libri që mund ta kem lexuar mbi 10 herë. Besoj që në moshën e gjimnazit? Jo gjimnaz, jo flas para se shkon gjimnaz, po, ky ka qenë libri i adoleshencës. Sepse historia e këtij libri është shumë interesante. Tregon për jetën
për një ngjarje që zhvillohet në fundin e shekullit 18 dhe është botuar në fillim shekullit 19, diku nga viti 1106-1107. Djemtë e rrugës Pal tregon për jetën e dy grupeve rivale të adoleshentëve në Budapestin e asaj kohe. Dhe në një pjesë ishin këta djemtë që konsideroheshin djemtë e varfër dhe një pjesë ishin këmish kuqt që vinin nga një zonë e pasur. Dhe çështja ishte për territorin dhe brenda kësaj kultivohen karaktere shumë interesante. Kultivohet karakteri i njeriut që i bën ballë një situate, sfidave, për të mbrojtur dinjitetin e tij, të drejtat e tij legjitime. Aty shikon se si fillojnë dhe organizohen duke zgjedhur drejtuesin e grupit nëpërmjet votimit. Aty shikon se si zhvillon elementet e tradhtisë brenda grupit, të drejtimit brenda grupit, të ndeshmërisë, forcës. Të gjitha ngjyrat, të gjitha nuancat. Është një libër i jashtëzakonshëm. Ndoshta, me sa kam lexuar, ndoshta është libri më i lexuar në botë për adoleshencën dhe nga adoleshentët. Pra ky është një libër që më ka frymëzuar gjithmonë. Sepse jep edhe ato tiparet e jetës në shoqëri. Jo jetë e izoluar, por jetë aktive nëpërmjet shoqërisë, solidaritet, bujari, trimëri në momente të nevojshme, patjetër. Dhe pastaj vjen një periudhë tjetër që ti duke qëndron më ke librat e adoleshencës. Pastaj vjen një libër tjetër që është Bankeri. Bankerin e kam lexuar, një libër, një roman me 2 volume. Leslie Waller tregon të gjithë jetën në Avenyn e 5, jetën financiare sepse aty është qendra financiare e botës. Vion dhe sot. Megjithëse po i konkurohet disi, po vazhdon të jetë. Pa diskutim. Një libër jashtëzakonshëm, është një libër quasi filozofik. Të jep të gjithë njohuritë, atë që ta jep ndoshta shkolla, se si funksionon bota e kapitalit, si janë rregullat e kapitalit, dhe nëpërmjet jetës së protagonistit merr vesh që janë 2 elementë që çdo njeri në këtë botë i ka si predispozita të fatit vet. Thotë në rast se në kapitalizëm gjithmonë, në rast se ti gabon, ke gabuar për 2 arsye. Duhet të jetë o nga të dyja ose njëra prej të dyjave. E para është nxjerrja e sekretit. Në rast se ti ke një projekt për të realizuar edhe ti nxjerr sekretin, vjen më njëherë ta merr tjetër, siç është puna e tenderimeve pastaj që zhvillojnë. E dyta është më e rëndësishme, thotë. E dyta është mungesa e parashikimit. Në rast se ti ke vendosur në jetë të shkosh diku, të bësh diçka, bëje matu mirë, parashikoje mirë, sepse nëse vjen defekti, do ta kesh patjetër nga mungesa e parashikimit. Pra, këto janë romane të cilat vërtet tregojnë diçka, por japin mësim për shumë shka. Dhe jemi pastaj në një moment tjetër që njeriu e ndryshon edhe natyrën e të letë. Pastaj shumë kohë kanë qenë librat shkencor. Kanë lexuar pa fund. Pastaj librat politik dhe para 2-3 javësh isha në Itali dhe ajo kërshëria nuk më la. Bleva një libër që fliste për Bettino Craxin. Craxi
L'ultimo politico vero. I fundit politikal i vërtet. Një libër shumë interesant të tregon për jetën, sidomos jetën në Hamamet të Marokut, aty ku ai u largua për shkak të një çështje gjyqësore që lidhesh me korrupsionet e tij kur ishte kryeministër. Dhe tregon gjitha peripecitë deri në momentin e vdekjes. Ai vdiq në Hamamet. Tregon miqësitë e tij, tregon problemet, tregon konsideratat e njerëzve të ndryshëm, po një libër shumë i bukur. Pra, përmenda 3 pika referimi për të thënë që tek njeriu ndryshon. Sigurisht. Do ta mbyllim këtë intervistë me një gjë shumë personale, zoti president. Nëse do detyroheshit të udhtonit diku, sikurse do të diskutimi me Kraksin, cila do të ishte një objekt, një send shumë i çmuar, të cilin ju do ta merrni domosdoshmërisht me vete. Nuk do të lëvizni dot pa të. S'kam të tilla lidhje shpirtërore me sende, me objekte. Bile sot u kujtova gjatë rrugës që kisha lënë shtëpi pa futur edhe unazën. Dhe më tuk sikur dola pa diçka. Megjithatë nuk më krijoi asnjë lloj situate. Por njeriu natyrisht që ka objekte të ndryshme që ja shikon. Dhe unë kam sjell sot këtu një gjë që lidhet me një moment shumë të veçantë. Ky është stilografi i hyrjes së Shqipërisë në NATO. E ruani akoma? Të vitit 2009. Dhe ky patjetër ka një simbolik të jashtëzakonshme, emocionale për mua. Emocionale për juve dhe për gjithë kombin. Padyshim, por kjo sigurisht kur ti nënshkruan diçka dhe ajo i takon aty viti. I takon atyre që duan ta kujtojnë. Se ka njerëz që s'kan dëshirë ta kujtojnë. Ose interesat politike bëjnë që t'i shmangen ngjarjeve ku ata s'kan qenë prezent. Ta sfomojnë. Zoti president, shumë faleminderit për këtë bisedë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju për ftesën dhe unë ju uroj veç sukses. Faleminderit.